Isha ka një konferencë me gazetarët. Jam para jush për të faktuar me studimet porositura nga Edi Rama tiranin mediatike ndaj opozicës shqiptare në Shqipëri. Edi Rama para pak kohësh me paturpsi ekstreme dhe theksoj se kur nuk ke turp bën çdo gjë dhe thua çdo gjë, u paraqit para shqiptarëve dhe opinionit ndërkombëtar si qeveri e një vendi në të cilin mediat ishin të kapura nga opozita. Në shkallë ekstreme pa turpsie, a ju referua një studimi që provon absolutisht të kundërtën raport me opozitën, provon tiranin e mediave të kontrolluar nga Rama ndaj opozitës, si pas të cilit mediat në 67% të tyre qenë kanë për opozitën dhe vetëm në 30% për qeverinë. Një deklaratë të tillë mund ta bëj një njeri që ka humbur kontrollin psiqik, por jo nga smundja, nga transformimi i tij i tmerrshëm psikologjik. Studimin fjalë që referohet Edi Rama nuk ka asë një lidhje absolute me studimin e kapjes së mediave. Jo dhe jo. Kapja e mediave ka treguesit e vetë. Dhe nuk ka media me të kapura në Europë se mediat private në Shqipëri, s'po flas për shtetrorin po e po, të cilat marrin titullin e investitorit strategjik, të cilat marrin dhurata 4500 metër katror tokë në mes të Tiranës, e lënë për gjimnaz, nuk ka media me të kapura në botë, të cilat ushqehen me lejet pa ligj për ndërtimi, të cilat, siç është faktuar, marrin miliona euro nga tendrat e rrugëve dhe të punëve publike me qëllim në vetëm të mbrojnë qeverinë dhe të sulmojnë opozitën. Nuk ka një zyrë tjetër të faktuar, e cila drejton jo vetëm lajmin, por drejton edhe editorialet. Raportet pavarura të vërteta që kanë studiuar kapjen e mediave kanë treguar se ato 90-93% e tyre në lajme dhe editoriale kontrollohen nga qeveria dhe janë për qeverinë. Por tani, le të ndalemi pak tek studimi diellës që i referohet Edi Rama. Kemi të bëjmë me një metodë e cila quhet metoda e studimit të
zërit të përmendjeve. Pra, sa herë përmendet ky apo kjo apo ajo parti, personalitet apo çfarë do qoftë tjetër raport me tjetrin. Pra, nuk kemi të bëjmë. S'ka asnjë lidhje me kapjen. Ka thjesht përmendjen. Kush përmendet? Dhe në këtë mes pra sa përmendesh në lajmen editoriale,